Kemi pas. Djallën e dytë kam një problem shëndetësor, edhe që 15 vite jam në spitali me ta, kemi pas sfida gjatë jetës, sa kemi qenë bashkë të martuar, preja ditë që nda, edhe me ato jam marrë shumë se ka ra 2 vite me kancer. Në këtë moshë që jam 37 vjeçë, është shumë e vështirë, po e kam edhe ndihmën e familjes, nga ana burrit edhe nga ana jem, edhe fëmijët tash më kanë rrit. Jam bazat e vetvetes, në shkollë janë, punon ka pak, edhe jam betu që do t'i rritje fëmijën e tina, do t'i edukoj, do t'i shkolloj, edhe kjo mision jem për ta. Si e? Mirë përndet. Si po kalon? Mirë përndet. Kajt po na vjen? Ferizajt. Ferizajt. A ndërkon me çka merresh? Unë punoj, Punon, çka punoni? McDonald's. Është punë dëron? Jo, Sa orë në ditë punon? 8 orë. 8 orë, 8 orë. po. Ai do zona më thonë një blot, edhe pelokët po. Jo, nuk dërzona. Jam femër që nuk dërzona. A jetoni jashtë? Jo, në Kosovë jetoj. A në Kosovë? Kam jetu ma herë, po tash jo. Sa ke jetu jashtë? 2 vite. Çka ndodhi që fteve? Venet ma i mirë. Venet ma i mirë. Po, a rikthej bashkë me bashortin? Jo, burrin nuk e kam. A nuk e keni pjekje? Po. A Ka vdik. na pjekje shumë. A ka qenë kjo vdekje në natyrshme? Kancer ka pas. Pjekje shumë. Sigurisht është humbi shumë e madhe. Shumë, shumë. Ti je vetë grua, vetë burrë është vështirë. A ke fëmijë? Po, 3 kam. Sa ke pas vështirë? Është vështirë, po je dal. Jam tepi fort në karakter edhe aja lunë rol. Se të betesh një grua vetë, këtë konë ma të mirë, është lehtë. Nuk është letë, fakti nuk është letë, po jam tip që nuk dërzona letë. Jon, a mund është ambicionin me përmbush të bashurit që ti, do thënë, e kalon për fëmijë? Në këtë moshë që jam 37 vjeçë, është shumë e vështirë, po e kam edhe ndihmën e familjes, nga ana burrit edhe nga ana jem. Ajo është mbështetja ime më e madhe. Edhe fëmijët tash më kanë rrit, jam bazat e vetvetes, në shkollë janë, punon ka pak, vetë punoj. Por shumica e grave nuk e din Kosovë, nëse një burrë domethënë gruaja i ka vdek, martohet. Pse është tabu? Një grua nëse martohet i vjen shumë e rëndë. Unë për vete jam betu para tina që nuk martohen, edhe kështu do t'jetë. A pse për burra kjo nuk është e madhe nëse martohet, i bëhet presion u marr. Po, na femnat na qenë e butë, edhe ajo na prish punë. Nësa meshkujt e kanë pak ndoshta, nuk e di, po janë tep ma të lejtë janë për ka kjo pjesë. Se kam fort problem. Martohen, një des gruja martohen me një kryo t'javës vile, se jo ma largë. Ana, më porojti po flasë, unë është edhe betimi ndaj tina që kom pas, se kom pas jetë normale me ta, një jetë normale të qetë. Kemi pas edhe sfida një jetë, po ja kemi kalu. Edhe jam betu që do t'i rritje fëmijën e tina, do t'i edukoj, do t'i shkolloj, edhe kjo mision jem për ta. Është gjë e keqe kjo, pse një grua më budizu nëse don me martu edhe ajo nëse i ka vdek, siç ka vdek dikujt domethënë gruaja. Pse më pas në drejtat e ajo? Tash po foli për vete, unë për vete nuk e kam atë problem. Do t'i rres fëmijën e mi, a për tjerat, po flas për gjithësi për fëmijët tjera, nuk është edhe kallaj më martu për zyti. Se ka pak na si shqiptare kemi atë pjesën që u martu i la fëmijën e se vetë kërkane, ku ta dijon në fjallë që së ndalën kërë, kështu që ma mirë këne hinë këne dalën edhe këshiri punë të tua, drejtimin tanë, mësë mjerë me kërkanë. Por ato pojnë atë shumica nuk marrin mendime u martu. Po, ajo është kryesorja. Atë mendim nuk e marrin edhe nuk martohen. Po kena pas sfida, cila ka qenë sfida më e madhe bashorin? Kemi pas. Djallën e dytë kam një problem shëndetësor, edhe që 15 vite jam në spitali me ta, kemi pas sfida gjatë jetës, sa kemi qenë bashkë të martuar, preja ditë që nda, edhe me ato jam marrë shumë se ka ra 2 vite me kancer, po jam kone fort, ajo më kam bojt. Nuk jam dërzu. Ndoshta edhe haltëri fëmijëve, ndoshta edhe haltëri atina që s'jam shprehnë, ndoshta ndaj para syve të ti, kështu që ajo ka qenë ajo, pika ma e fort. Çfarë grua fort, çfarë shembull i mirë. A më tregon çka bën kaq të fortë shumë. Ndoshta më mbështetje, po jam edhe natyrë e qetë, i ndihmoj njerëzve në atë mundësinë teme, kesh nuk i baj kërkujna, ku shumë ban, prej Allahut dhe ti vjen. Nuk ja kthej. Sa mirë që nuk po ja kthejnë, qysh ja kthejnë shumë i thënë. Jo, nuk ja kthejnë me atë monedë që ma ka kthy, nuk ja kthej. Vetëm ja le Allahut. Ai din më së miri. Po në fund, ju si një grua shumë e fortë, një mesazh, një këshill gjithë atyre grave që kanë kaluar barrierat më dhaja, sfida të rënda,
një këshill. Punoni, këshillin fëmijët e tu, mos të merrni me askën tjetër, drejtimin e juj, çka folin tjertë, lani onash, merr hes për para. Drejt Zoti. Amen. Dorë më të mira në jetë. Faleminderit. Kalosh mirë. Ditën e mirë, faleminderit. Faleminderit.